Që nga Alaska deri tani nuk ka ndonjë ndryshim. Ndoshta pritet të jetë në një të ardhme më të largët. Unë besoj që nuk do të jetë e largët edhe arritja e një armpushimi dhe ulja në tavullin e bisedimeve për të krijuar e për të dalë e finalizuar me një marrëveshje paqe të gjatë. Paqe të gjatë dhe ju besoni në gjykimin tuaj kush përfiton dhe kush humbet? Në një farë mënyrë pa hyrë në detaje se nuk kemi dhe kohë në mjaftueshme në dispozicion dhe në shifra. Nuk kemi dhe sepse nuk ka diçka konkrete në fakt për këtë luftë tani, po. I humburi i madh është Ukraina. I humburi i madh është Ukraina dhe presidenti i saj Zelenski. Putin fiton ose të paktën do t'i arrijë objektivat që kishte vendosur në nisje të kësaj lufte? Nuk besoj se do t'i arrijë gjithë objektivat që kishte nisur ose kishte planifikuar para nisjes së operacionit, dhe i pari është ai që ata ishin mbështetur që e kanë quajtur operacion dhe jo konflikti luftë, operacion special, nga emri e emërtimi i tij dhe koha që ata kanë planifikuar, kanë parashikuar që do të jetë një parakalim i thjeshtë dhe vendosja e situatës e festimi ndoshta edhe në Kiev. Por që gjati më shumë kësaj ishte planifikuar. Absolutisht, sepse e para ishte që nga 2014 kur aneksoi Rusia Krimen dhe shpalli 2 republikat Donetsk e Donbas si të pavarura dhe demokratike, që në atë moment Shtetet Bashkuara të Amerikës, Evropa dhe në veçanti Ukraina kanë menduar seriozisht që do të vinte dita e 2022 kur shpërtheu realisht konflikti. Dhe në këto kushte kanë bërë një përgatitje e cila nuk ishte marrë në konsiderat seriozisht nga Rusia dhe që po vazhdojmë në vitin e 5 të një konflikti që edhe Rusia ka patur humbje të mëdha pa fol për të jetëve njerëzore spari, pa fol për aspektin ekonomiko-financiar që e kompensoi me rastin e shpërthimit të konfliktit në linjën e mesme, me heqjen e disa masave që lidhen me embargon dhe pjesën e rritjes së çmimit të naftës dhe shitjen e naftës. Kështu që aty e kompensoi kur bëhet fjalë që brenda muajit kanë arrit fitimet miliardësh euro. Dhe e zhvendosim tani dhe ne vëmendjen e kësaj bisede në lindjen e mesme, sepse sigurisht aty janë shumë elemente ndërlidhur, mes të cilave është janë edhe hidrokarburet, rritja e çmimeve të tyre me njerë pasi shpërtheu kjo naftë, po të kemi parasysh se sa përqind e naftës kalon në ngushticën e Hormuzit. Tani së fundmi përflitet për një plan me 3 faza që do t'jap fund luftës dhe krizës në Hormuz. Edhe pse janë në një armpushim të përkohshëm, të dyja palët nuk e kanë respektuar atë dhe ka patur shkëmbime. Tani, zoti Prenga, në gjykimin tuaj, mund të arrijë diçka e tillë? Do të thënë, është Irani një aktor në tryez me të cilin mund të arrish një zgjidhje diplomatike e cila mund të çojë më pas drejt paqes? Unë mendoj që Irani është një faktor dhe provoi tashmë edhe në përveç konfliktit të vitit të kaluar 12 ditorësh luftës mes Izraelit në qershor dhe Iranit, por këtë vit e prezantoi veten si një aktor real dhe po të marrim në konsiderat çfarë është parashikuar para se të fillonte operacioni luftarak, kam bindjen që shumë gjëra nuk kanë dalë ashtu siç i kanë parashikuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli, kryesisht, do thoshta nëpërmjet shërbimeve të tyre të fshehta, nuk ka kanë dalë dot mban e para për përgatitjen serioze të Iranit dhe që është më e rëndësishmja nuk kanë marrë tërësisht në konsiderat ndikimin rus dhe atë në veçanti kinez, sepse Kina ka qenë është dhe do të jetë në prapasken, por me ndikime të jashtëzakonshme për sa i përket luftës ajrore dhe mbi të gjitha interceptimit të sulmeve ajrore të organizuar nga Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këto kushte, veprimet kanë dalë jashtë parashikimeve të mundshme, por se po të flasim për pjesën e armpushimit, historia ka treguar që asnjëherë nuk janë respektuar marrëveshjet e armpushimeve dhe janë cënuar nga të dy palët dhe akuzojnë palët njëra tjetrën dhe së fundmi jemi edhe tash para
atë incidenteve që kanë shkaktuar me goditje reciprokisht. Irani thot me kanë goditur anijet e naftës, Shtetet Bashkuara thot janë goditur luftanijet amerikane. Pra, kjo është pjesa që e majnë të tensionuar situatën dhe pengojnë në një farë mënyre mundësinë e ndërmjetësimit real të Pakistanit për të ulur dhe për të diskutuar mbi pikat dhe planin që kanë afruar Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe presin që të ketë një konfirmim nga Irani. Unë uroj e shpresoj që së shpeti një gjë e tillë të arrihet me gjithë vështirësitë dhe komplikacionin që kanë këto bisedime e negociata, sepse Irani ka arsyet e veta dhe ka, si mund të themi, shumë element, por po ndalem në dy element, siç është programi bërthamor 1 dhe ngushtica e Hormuzit 2. Nuk po ndalem në të tjerat, se janë 14 pika, të këto dyja kanë që në takimin e parë të negocimit të realizuar në Pakistan, këto kanë qenë pikat kyçe dhe ngërçet e mëdha që nuk kanë arritur dot të finalizojnë bisedimet dhe pastaj gjatë gjithë kohës ka vazhduar ky qëndrim dhe ata nuk mund kanë parafruar qëndrimet në raport me kërkesat e paraqitura si nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ashtu dhe nga Irani. Kështu që në këto kushte jam i bindur që ata do të kërkojnë do e mos të heqë dorë nga programi bërthamor. Kjo është një kërkesë e ka hershme. Jam dakord, por programi bërthamor nësa i kërkojnë me çdo kusht për të heqë dorë nga objektivat kryesore të Shtetit Bashkuara të Amerikës, atëherë ai do kërkojë, do lëshojë ke programi bërthamor, por do kërkojë fort në kërkesat e tjera, siç është pjesa e ngushticës së Hormuzit, patja e kontrollit, vendosja e taksave. Aty Irani merr rreth 45% të ardhurave të buxhetit të vendit vet, dhe jashtë një shifër kolosale. Dhe në momenti ka ardhur tani që edhe Evropa bota në përgjithësi nuk po i shpëton dot kësaj krize. Siç ju e theksuat, janë rreth 20-25% jo vetëm e naftës dhe e gazit, por të gjitha nënproduktet dhe çdo gjë që është e lidhur me këtë sasi. Kështu që në këto kushte rritja e çmimeve dhe reagimi ose si mund themi ndëshkimi i pjesës tjetër të botës do të bëjë të mundur që ata kush do të tërhiqet? Irani apo Washingtoni? Unë besoj që të dy palët duhet të tërhiqen nga pak dhe të lëshojnë në kërkesat ekstreme dhe maksimale të tyre. Pra, nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës do realizojnë dhe do marrin premtimin për të ulur në bisedime që do zgjasin, besoj, bisedimet, për të afruar sepse do të jenë ekspertët ata që do të thonë fjalën e fundit, të marrin pjesën e programit bërthamor dhe të uraniumit të pasuruar për të qenë në duar të sigurta, jo të iranianëve, do thosha që duhet të lëshojnë pak tek pjesa tjetër. Aty do ketë variante nga më të ndryshme, po marrin dhe variantin e ngushticës së Hormuzit, bie fjalë. Irani do kërkojë ta mbajë kontrollin me çdo kusht. Por ai varianti tjetër thotë do ta ndajmë në dy pjesë 50-50 me Omanin. Pasi ata kanë sepse ajo ngushticë nuk është disi